5 ushqimet që nuk duhet t'i vendosni në frigorifer. Pas një vizite në supermarket, vendosja e ushqimeve në frigorifer duket si një proces i thjeshtë. Megjithatë, në fund të fundit nuk është aq e thjeshtë pasi shumë njerëz bëjnë gabime në vendosjen e ushqimeve në frigorifer. Le të shohim cilat janë ushqimet që duhen ruajtur jashtë frigoriferit dhe të mos i mbani kurrë në të. Qumshti, edhe pse mund të duket e përshtatshme vendosja e enës së madhe me qumësht në derën e frigoriferit, temperaturat të cilat ndryshojnë vazhdimisht shkaktojnë prishjen e tij. Prandaj, qumshtin këshillohet ta mbani në një vend të freskët të shtëpisë së huaj. Mishi dhe shpendët nuk duhet të mbahen në derën e frigoriferit, pasi mund të krijojnë gjithashtu edhe humbjen e përqendrimit të temperaturës dhe mund të shkaktojnë prishjen e tyre. Disa fruta dhe perime nuk duhet të mbahen në frigorifer pasi do të ndalojnë procesin e pjekjes së tyre. Gjithashtu ato mund të krijojnë më shumë lagështi. Mos harroni të mos i mbani kurrë në frigorifer ato. Djathi nuk duhet të mbahet në frigorifer, por jashtë tij në një vend të freskët.